jemi në studion e improvizuar tashmë enkas për kampionatin botror të futbollit. Natyrisht duhet të falenderoj edhe ekipin realizues sepse janë një grumbull i madh njerëzish të cilët e mundësojnë që ne sot të dukemi mirë dhe natyrisht të dëgjohemi sa më pastër në etër. Dua të falenderoj Remzi Mustafa, organizator, është Faruk Bajrami, producent në emision, kolegu Fatos Preniqi, është Blerim Byqmeti së bashku me Fitim Ramaj, pjesa teknike që është shumë e rëndësi në realizimin e emisionit të sotëm kushtuar kampionatit botror. Jemi keqi në ditën e 4 të këtij kampionati botror, po e shohim që asnjë prej skuadrave evropiane të paktën deri më tani nuk kanë arritur që të realizojnë fitore, të paktën në ndeshjet që janë zhvilluar deri më tani. Po me siguri se ky kampionat botëror do të sjellë shumë risi dhe do të ketë shumë befasira. Kjo është mendimi im personal. Mirë po, dihet se gjithmonë në xhirot e para, duke filluar që nga loja e Meksikës ku u hap edhe ky kampionat, është ndoshta evenimenti më i madh në botë, sidomos për ne futbollistave. Unë mendoj se ky kampionat do të ketë tash është me një risi të re, me 28 ekipe dhe të gjitha ekipet i kanë synimet e tyre. Mirë po, mendoj se qysh në fillim dy skuadra prap Bosnia dhe Turqia, Bosna prap se prap doli me një barazim edhe pse në fund shpëtoi nga humbja në minutën e fundit. Mirë po, ndoshta për mua është befasi Turqia, e cila e dim ne shumë mirë këtu në Kosovë, ku edhe i pom në ndeshjen finale kundër Kosovës. Unë mendoj se Turqia sot në mëngjes poshtë nga dy kundërshtullme, edhe pse ndoshta tërë ndeshja ishte ajo që Turqia luante me topin, pa mbizotrimin, bënte presionin shumë lart. Mirë po mendoj se Australia me këto dy kundërshtullme i arriti qëllimit të saj dhe i arriti që të sigurisë 3 pikë. Është herët, natyrisht, është vetëm dita e 4, sepse pak nuk përshtatet me kohën. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje tash kur ne po flasim është 8 mëngjes, 7:16 minuta është ora në mëngjes. Sidoqoftë, tham që asnjë ekip evropian nuk e ka shijuar fitoren. Ishim kurioztar të shihnin edhe atë ndeshjen Brazil-Marok, që ishte në orën 12 apo 0-0 pas mesnate, pastaj Turqia që zhvilloi ndeshjen kundër Australisë. Po, shumë mirë tha, jemi ende në fazën fillestare, për arsye se është vetëm dita e 4 e këtij festivali ndërkombëtar të futbollit, i cili me që jemi në fazën e parë ndoshta mundemi me thonë për veçoritë pak më specifike që i ka, siç e tha dhe Sadi, pjesëmarrja kësaj radhe është më e madhe e skuadrave. Masandej Kozgjatja është më e madhe, se zakonisht kampionati botror ka zgjat 1 muaj ditë, ndërsa tash finalja 1 muaj e 1 javë. Po, do të thonë ka filluar me 19 qershor e mbaron me 19 korrekt, po. Kur luhet finalja, do të thonë këtu e kanë bërë çështjet më ndryshe se herave tjera. E për neve evropianëve, me që u lidhe me fitoret e përfaqësuesve nga Evropa, për neve evropianëve ka dhe atë anën tjetër që ndeshjet zhvillohen me termine jo të zakonshme për neve, që po them sinqerisht, ndoshta jemi pak herët, mirë po kanë kaluar 4 ditë dhe akoma se kemi atë adrenalinën e një kampionat. Po, për shkak se disa ndeshje po i shohim, disa jo, disa janë vonë ose janë tepër herët. Kështu që me siguri me kalimin e kohës kemi me ardhur edhe te kjo adrenalina që po them, po edhe te fitoret e skuadrave evropiane. E një të tillë pres sot, në ora 19 kur Gjermania zhvillon ndeshje, ka marrë me fanel Gjermanisë. Nuk ka nevojë për s'ka nevojë. Po kjo bile ka një histori specifike kjo fanel, nëse kemi më kjo fanel e dashur për shumë shqiptar. Po, edhe këtë ma ka dhënë Thomas Helmer, kur kanë qenë veteran që kanë luajtur në Kosovën këtë për festën e pavarësisë në ndeshje. Kështu që e kam, po them, kështu edhe me një lloj krenarie e veshi kur e veshi, për shkak se edhe Gjermania është një kombëtare simpatike për neve shqiptarëve, po edhe besoj shumë që sonte do të realizohet ajo fitoria që e nisi emisionin që po i mungon përfaqësuesve nga Evropa. Nëse nuk do të ndonjë çudi me Kurasa. Edhe ajo është e mundshme, mirë, po unë mendoj njëjtë si
E sot edhe mendoj se Gjermania sonte do të jetë ky hap i parë për europianët në këtë kampionat botëror. Edhe pse mos harrojmë se Bosna nuk ka humbë. Po ka mbet Boras, mirë po Është një format tjetër për dallim nga e kaluara sepse i përmendet 48 ekipe janë. të ndara në 12 grupe, 2 ekipet e para shkojnë direkt, Po, se 8 tjerat hinë më të mira në vendet e treta, treta. kështu që është një mundësi për Që që vënë mundësot. atyre që ndoshta nuk e kanë pas më herët mundësi të tilla, Me siguri që të shkojnë në fazën e Dikur- eliminimit direkt. 2034-38 është e mundshme që të shkojë deri në 60. Aty ndoshta Kosova s'ka E- problem u kualifiku. Tash ne gjithmonë si Kosovë mendojmë normal, edhe pse ndoshta kjo ka qenë shansi më i mirë, finala më e mirë, rosti më i mirë për gjithë neve që në këtë kohë që jetojmë. Ta kishim pas atë fat dhe mirë po futbolli është kështu. Do të thotë nuk fiton gjithmonë më i miri. Ndodhin ne i patëm 2 raste, sidomos me Fisnik Aslanin, ne sidomos ajo para pas shtyllës, kur kthehet te vedoti mirë, por nuk kemi tupin në gol. Është edhe dyta njëjtë e Fisit me një plasim jashtë 16. Tash po të kthehena në lojën e mëngjesit të sotme, i njëjti australiani prej 22 metra e shënon atë gol në atë qysh. Po shish edhe prej syve që kene deri në mëngjes. Unë i përcjelli shumë lojt, edhe pse po kemi pak probleme me radio televizionin e Kosovës dhe unë mendoj se do të ishte e mirë për gjithë popullin e Kosovës që këto lojt të na mundësojnë dhe të shiqojnë. Nuk është problem sepse prej orës 3 ka luajtur edhe Skotlanda me Haitin. Po. Po tash që se mirëmi, ne duhet të jemi për të gjithë njëjtë, duhet ta kenë mundësinë të gjithë ta shikojnë Ta sepse sqarojmë jemi në shekullin e 21. Ta sqarojmë zoti Keqi sepse nuk dua tash Po, polemizoj sepse ka shumë kërkesa, e din që Radio Televizioni i Kosovës gjithmonë ka qenë dhe ka pas aktivitete të mëdha, por jo të gjitha shtetet, për shembull edhe në Raj edhe në Gjermani, nuk i kanë të gjitha ndeshjet. Do të thotë nuk i ka janë edhe platformat e tjera të cilat Jo, Edi, këtu kanë nuk- siguruar. shumë rregull është kjo. Se Po edhe duke mundsuar me TV Valja dhe Radio Televizioni i Kosovës e bëjnë të mundur që edhe RTK-ja të ketë 64. edhe Turqia nuk i ka këtë ndeshjet. Po. Që këto muj me ta verifiku sepse Jo, është e konfirmuar sepse Skotlanda, edhe në Skotlanda ai televizioni unë e kam prit prej publik, 3-ve, po. se deri tash nuk ka pas problem. Mirë po djen nuk po mendoj në orën 3 të mëngjesit nuk ishte kjo ndeshje në televizionin e Turqisë. Sepse aty pishiqoj ndeshjet shumë më shumë. Normal Brazilin me Marokon, edhe pse Brazili ndoshta sipas shumë ekspertëve dhe analistëve të futbollit është një prej ndoshta më së shumti që aludojnë që do të del kampion bote, mirë po unë shumë kam shpresa të këto ekipet e kontinentit të Afrikës, të cilat njëra më së poku do të bëj befasin më të madhe atë. Kjo ka qenë edhe ndeshja kundër Bregu i Fildesh kundër Francës, Francë. përgatitore para kampionatit botëror. Po. Pastaj është Nigeria. Është Egjipti. Egjipti ka një sulm shumë fantastik. Maroko. Maroko Që dëshmoj me mbrom e dëshmoj veten se nuk ka favorit. Do të thotë megjithatë janë edhe ndeshjet e po para. janë do ndeshjet e thotë, para dhe këto ndeshjet e grupit, sidomos këto 2 ndeshjet e para janë shumë më shumë ku duhet të fitojnë pikë. E sidomos favoritët që konsiderohen favorit. konsiderojmë favorit, dojnë që sa më shpejt të arrijnë. Mirë, por ne alo si kemi po ekipet e Evropës. Tash duhet t'i presim ekipet e Evropës e pastaj shohim ku unë e shoh Francën si një ndër favoritët kryesorë të këtij kampionati botëror. E sa çka dallon këtë botëror me gjithë ato elementet përcjellëse, sepse gazetarët janë ata të cilët ndoshta e shohin për te asaj që keqe e sheh më shumë në vijat, brenda vijave kufizuese, siç e themi, ne më shumë analizojmë për shembull atë jashtë se çfarë ndodh. Po, Çka e karakterizon duke marrë parasysh që ke përcjell shumë kampionate botërore. bile për informacion të plot, e majman kampionatin e parë që e kam përcjell me album të fotografive, Argentina 78, edhe ndeshjen finale e majman Argentina-Holanda në vazhdime, po.
Ndërsa kampionatin totë në Span e di shumë mirë, e di në 86 në Meksik, po pra, kundër Gjermanisë finale. Gjermania prap finale në Meksik, 86-ën, po Itali, po prap me Argentinën. Edhe tash kur kalojmë nëpër këto vite dhe nëpër këto kampionate, e shohim pak a shumë edhe kush janë favoritët në letër. Edhe të këtij kampionati botror. Mirë, po për me u përgjigjë në pyetjen që te e bën cilat janë veçoritë që e karakterizojnë këto, pak i thashë në fjalën time të parë kur thash që mbahet në Amerikë për neve evropianëve është koha, kur transmetohen ndeshjet që është vetëm për dashamirët e vërtet futbollit duhet më çu në ora 4 ose në ora 6 mëngjes për me kthyer një ndeshje futboll. Dhe nuk është problem janë 4 vjet mos ju herët. Po, Është mirë se u konë vikend. po. Mirë po duhet me pas kondicion këgja shumë se tham janë 5 javë. 5 muaj kanë qenë veçdje. E Për po. orës 12, Po. që se fillojmë, jo, për orës 9. Mirë po, tash të nxjerrim një anë pozitive të kësaj. Një anë pozitive e kësaj është se na që jemi si analist, mund me fol çka do se ata të tjerë shumica nuk e kthyerin edhe nuk e di ma pjas filloj mirë. Të bëj pak me humor këtë punë. Mirë po, si të shoh. Po kthehemi te pyetja, veçoritë janë edhe në aspektin global, për shembull Amerika është në një situatë që ka qenë në gjendje lufte me Iranin atje, e pam që ju pa mundsu vërtet. Disa gazetarë mos me hy lejet e qëndrimit atje, vizat e tjera, domethënë janë disa vështirësi edhe administrative për me përcjell këto. Nga këndvështrimi jonë i Kosovës që u përmend prej suadit që tha kemi ujtë me shku për një gjujtje atje një gol, vërtet ka qenë shumë mirë me pas qenë atje, sepse kjo, pse ka qenë mirë, e shoh për shembull mësot kundërshtarin e Gjermanisë. Curaçao, apo thë mirë? Po, dhe tash, unë apshe u friksova që ja po e shqiptoj mirë. Një emën që rol herë e kemi dëgju si shtet që merr pjesën e botror. Dhe sikur të ishte Kosova atje, kish me pas plot sikur unë sot që po them për Curaçao, edhe pse e di gjeografikisht ku ndodhet, mirë po ka plot që nuk e din as gjeografikisht ku ndodhet. Dhe kjo do të ishte e udhëheq edhe një trajner i njohur, si po, në aspektin sportiv nuk kesh të përmend, se kesh të fol më shumë në aspektin e pjesëmarrjes. Domethënë, cili do të ishte efekti i pjesëmarrjes së Kosovës në kampionat botror atje, domethënë do të ishte një diplomacie jashtëzakonshme që do të pasonin njohje tani edhe më të shumta faktike të jo juridike ndoshta, por edhe pas tyne edhe ato. Në aspektin sportiv, Curaçao është për herë të parë atje, është një vend i vogël që nuk besoj që do të jetë befasi për Gjermaninë, që përmeni tha mund do të që befasi me pasonte, po jo, nuk e kisha dëshiru, bile, unë shpresoj shumë që Gjermania ta fnis me fitore dhe ato bince, në mënyrë që edhe në aspektin moral të shlirohet pak, edhe pse Gjermania dhe sipas mediumeve gjermane që i kanë përcjell, nuk është në top 5 e favoritëve. Dhe kjo i ka dy anë. Pse nuk është fakti se në 2 kampionatet e kaluara është eliminuar në fazën e grupeve. Na folëm për finalet që ka marrë pjesë, e që me kthyer historikisht i bën se Gjermania ka marrë pjesë në 8 finale, 4 prej tyre i ka fituar, 4 e ka humbë. Mirë po, në 2 kampionatet e fundit botërore është eliminuar në fazën e grupeve. Domethënë prej vitit 2014 kur e mbaj mend akoma atë fituaren për Brazilit 7-1, Gjermania ka pas një ramje. Dhe tani ata janë edhe 3 herë kampion Evropë. po, Nuk është pak. po, Është shteti vetëm i Evropës që ka fitu shtetet Amerikës Latine. po, Gjermania ka bo rekord. Po. Është thymë në vitin 2014. Edhe i mund 2 shtetet më të forta të Amerikës Latine. po, Brazilin që Gjysmë finale mund Brazilin, në finale Argentinë. finale Argentinë. Po, pra, Ato me Mario Götze. po, 1-0, po. Veç ndoshta me ndërlidh. Po, Po tash e kemi një rast që është edhe më kontrast. Sot. po. E kemi Italinë që 3 kampionatis është. Se përmen Italinë se Edmondi është Jo, tifoz i Italisë dhe po vjen keq. Italisë. Unë tash për momentin jam fan si Argentinës. Po. Po Italinë e du. Po tash ço më bëu që 12 vjet. Nuk Jo, vjen. ka thënë edhe këj bota që pa Itali nuk është interesant. Nuk është Vërtet është mirë, po. Sepse Italia është asisoj. Shembull vitin 2006 tash të rostit në Gjermani, që të janë në Gjermaninë. Për 3 ndreshje ka marrë kaj pikë. Po. Me 3 pikë ka kalu grupin. Mirë po çakollej. Edhe erdh u bë kampion botë. Në poshtë Gjermani në Dortmund. 2-0. Po.
Pra, kështu na po flasim për skuadra ose për kombëtare të cilat hynë mesin e favoritëve. Mirë po, kështu rrjedha kronologjike e kampionateve botërore ka dëshmuar që befasit munden me ndodh. Edhe ato kombëtare që në letër i shohin favorit, një prej tyre se kia aty fare, Italia për shembull. Gjermania nuk është në top 5. Edhe po edhe pak punon atë Gjermania për shkak se unë mendoj se ky fakti që Gjermania nuk është në top 5 ato e lehtëson psikikisht pak. Edhe po besoj që kemë me kanë një armë msheft e Gjermanisë që më shku ma tutje. Misha ato Gjermania, Gjermania. Po pra. Edhe unë besoj që tash edhe se pik dopt e ka pas mbrojtjen, edhe për faktin që portieri Neuer nuk është paraqitur në të fundit dhe sot e di që është startues. Edhe ai kur është në port është një farë sigurie pak më e madhe mbrojtje. Edhe Gjermania kështu edhe historikisht është një ekip i turnirit, i thonë ata. Domethënë, nëse i kalon 3-4 ndeshje, veç vjen të u forcue në brenda asaj turniri. Po pra. Edhe unë them se sa më lart që shkon Gjermania, ka më bë më rrezikshme. E sa të përndryshe ju të ndëruar dëgjues dhe shikues që po na ndiqni në platformën tonë, në faqen tonë zyrtare në Facebook, është një prej atyre të pakve gazetarë të cilët ka shkruar monografi për 100 vjetorin e klubit të futbollit Prishtina. Është një libër që i ka një 1000 kusur faqe, po ashtu edhe për klubin e futbollit Llapi. Kështu që është një personalitet i cili i jep shumë rëndësi detajeve dhe statistikave dhe jo rastësisht do ta kemi ndoshta edhe një herë në kuadër të këtij cikli emisionesh në Radio Kosovë, sepse me Esadin është gjithmonë kënaqësi. Po para mendoni me shku Gjermania deri në çerek finale ose gjysmë finale, ka mundësi edhe 3 herë me këtu në Rizë. Këto është shpresoj. Unë kam qef që Gjermania me shku me që Kosova, nuk është aty, e as Shqipëria. Kam qef që Gjermania me shku. Zvicrën po, mirë po Zvicra dëshpërojnë paraqitin e parë. Bile krijova përshtypjen sikur nuk e dishin që janë kampionat botëror. Ishin lurin sikur këto ndeshjet para përgatitore që bëhen për kampionat botëror. Gjithë ato raste që i krijuan, edhe kështu me një fan nonshalancë i hupshin rastet edhe më duket që s'po bëhet marra kërkush që po bën rastet. Edhe në fund psuan gol. Sot ti vetë ke luajtur me Soshor, do thotë Granit Xhaga pati një paraqitje të mirë. Do thotë me lëvizshmëri, qarkullimi i topit. Çka e bëri ajo që ta psonin një gol në fund edhe ta merrin një barazim kundër Katarit që kush pak e ka menduar një gjë të tillë. E ceki edhe e soti ku tha se ata patën shumë raste. Zëson kanë mund të thënë 10 deri në 12 raste për 96 minuta loj. Po tash kur nuk shënon. Tani është një rast kur thuhet nuk shënon, Pse? pranon. Edhe kjo ndodh edhe me njëjtë me Zvicrën Rom, po ndodh edhe me Brazilin njëjtë çështu. Se sulme, mirë po gjithmonë qofse nuk i konkretizon. Sidomos lojën e futbollit. Sot po hupe kohën edhe shpejtësinë kemë me vetë. Është një prej, më fal, keqi është një prej ekipeve që ka hyrë tashmë në mesin e atyre skuadrave me më së shumti sulme në drejtim të portës kundërshtare 26 herë. Do thotë nuk ka ndodhur shpesh në kampionate botërore. Do thotë është një element që mund t'ia shtojmë këto që e tha keq. Sepse Zvicra duke pas Granitin, shembull për mua tash unë se di pse Gjerdoni është largu kaq herët. Kur dihet se tash në këtë vet u shpalla lojtari më i miri Zvicrës. Nuk është se është Zvicra ku me ditë ligë dopt apo e fort. Mirë po unë mendoj se këtu do të kishte shumë përvojë aty dhe do të vinte sidomos me Granitin i cili është një për mua një prej fushorëve më të mirë në Evropë. Po shumë kohë qarkullim loj. Është një strateg i vërtet, një trener në fushë lojës. Merr përgjegjësitë shumë të mëdha. Është në port. Goditjet. Tash shiko goditjet, sidomos mbron me pat një goditje e cila vetëm so për mbi shtyllë. Mirë, po unë mendoj se Graniti dje ka treguar edhe një lojë me një kreativitet shumë të mirë, edhe pse në krahun e majtë kanë një lojtar shumë të mirë te Sevilla. Po. Tash po ta marrësh ato
ka të raste 100% ta mirë, po që futbolli është kjo, ti nuk shënon dhe 88 minuta pranon gol. Ndodhin këto janë I humb pikët e plota. dhe tash Zvicra kur e kanë ditë gjithë se Katari është një ekip, mirë po trener është trajneri spanjoll. Ishte trajneri i reprezentacionit të Sponjës, i cili e la Sponjën, erdhi në Real Madrid. Lopetegui. Po, Lopetegui. Se Lopetegui. Po. Tash po ta marrësh ai shumë mirë e kishte organizuar ndish. Shumë me një përgjithësi të madhe ku lojtori i Sevillas kën kat majt ishte i bllokuar tërësisht. Ishte interesant edhe fakti kur krosoheshin ato goditjen nga gëndi e bën të nervoz ekipin e Zvicrës, që diskutoi ke lojtari me gjyqtarin ansor. Se Janë gjitha këto elemente të Strategji që mund të ndikojnë. tash kjo mund të ndodh edhe pse kjo Curaçao unë ashtu mendoj se si thaj sot do të jetë një ndeshje ku tash mos paragjykojmë shumë mirë, po që do të përfundojmë me mas Juaj poku. 22 futbollistë dhe fiton Gjermania. Mas poku me 3 golla diferencë do të jetë Gjermania në përsikën ndeshje. E kemi edhe në ndeshje sonte, Holanda që rikthehet në kampionat botror, luan ndaj shtetit që e para e ka siguruar pjesëmarrjen në botror, kundër Japonisë. Po, Holanda edhe kjo tradicionalisht kur kampionatet botërore kanë pas më pak pjesëmarrës, gjithmonë top favorit. Edhe për faktin se edhe ka luajtur në finale, në gjysmëfinale sa herë, plus vitet e 70-ta kombëtarja me Johan Cruyffin e Neskense, Van der Berg, ata me afat. 78, Po, pra. 2010. 3 kampionate finale mrin, asnjë se fiton. Po, ose në Evropian 88 me Gulitin 88-ën Juve në Gjermani ju kanë mujt. Po, pra. Rusinë kanë mujt finale. Edhe, E po, goli bukur i Ivan Bastenis, po, nga kondi. Tasajeve që Rinat Dasaj. Po, aja trishja e marrë e holandezve. Kështu që një farë simpatie edhe për Holandën gjithmonë e kam pasë dhe e kam, por nuk ka arrit me konkretizu këtë favorizimin që i jepet. E shoh edhe si potencial i mirë që mundet me ecë deri fazën e grupeve po se po, për ma shumë nuk e di çfarë thënë, pa i pa ndeshjet e para të grupit, edhe ndeshjet tjera. duhet Dallas sonte. Po, Dallas të shërbave. mirë, po dashta më kthej te Brazili edhe një herë, se ndeshja e Brazilit mbrëmë zhvilluar në stadiumin ku luhet finalja. Po, me Dhe, live. po, dhe unë i lexova pak shtypin gjerman sot dhe thanë që Brazili e kryti me atë stadion. Me paraqitjen që e pat prom. Kjo i binte, po fra, kjo i binte që Brazili nuk shkon në finale për shkak se ylli më i madh i Brazilit thanë është në bankën rezervë që në të vërtetë ky trajneri ishte fjala. Nuk ka lojtar që veçohet te Brazili. Vinicius e pshtoi me atë golin që e dha, mirë po tjerë nuk ka ashtu që edhe Rafinha ndoshta, po jo yje sikur dikush që ka pas Brazili. Pajtohemi sepse kam dëgjuar për shembull Roberto Carlos ose këta futbollistë më të vjetër, Carlos Dunga që thot nuk luan Brazili atë lojën në përlagje. Po, Do të thonë i mungon Brazilit loja në përlagje dhe kjo ka bërë që mos kemi ndoshta sipas tyre edhe futbollistë të jashtëzakonshëm, por megjithatë ai është Brazil dhe ka një trajner që di të luajë në turne. Siç është Carlo Ancelotti, do thotë tash është Brazili dhe Carlo Ancelotti. Gjithë atut janë tek italianët se si do ta drejtë. po, edhe një fakt nuk e di ashtu përmend se ke pas mysafir shumë, ndoshta është të përmend se ti i din më së miri se ke fol me secilin, po na si kemi përcjell secilin. Mirë, po është një fakt interesant që më ran në sy që asnjëherë asnjë kampion i botës nuk është bërë me trajner të huaj. Dhe tash unë e pash statistikat atje janë gati 2-13, po shumë interesant pra. Janë 2-13 përfaqësuese që kanë trajner të huaj. Brazili për shembull, dhe përmend. Edhe këto Curaçao që trajneri holandez, po edhe Anglia me trajner gjerman për shembull. Anglia djep i futbollit, gjitha ajo histori e futbollit, e liga më e mirë. Mirë po, me trajner gjerman. Edhe që kjo fakt, që kjo analizë më bëni me kuptu që ato që tha Sodi në fillim, që Franca për mu është favorit, edhe Spanja. Pse të dyat edhe i kanë formën e mirë, po edhe i kanë trajnerët e vetë. E do të 17, do të thotë luajnë
Anglia me Kroacinë, Po. që do të jetë padyshim njëra prej ndeshjeve më të forta të raundit të parë, të fazës së parë të garave. Anglia që nuk ka psuar asnjë humbje në kualifikime. Me të qatë. Do të thotë i kanë zhvilluar të gjitha dhe i kanë fituar të gjitha me Gjermanin, kurse Kroacia tashmë ka një përvojë të madhe në futbollin evropian dhe botror, udhëhiqet nga Luka Modric, 40 vjeçar. Çfarë po ndodh te Anglia? Zakonisht është e ka ligën më të fortë në botë, do të thotë është investimi më i madh i futbollit që bëhet në Premier League. Por sigur edhe si Holanda janë të mallkuar edhe që ta mos ta fitojnë për herë dytë ndoshta. Unë nuk shoh që janë të mallkum. Mirë po, qofse morrim S'ka me thonë tjetër këtu. i kemi 9 klube që morrin pjesë në gara evropiane. Liga Anglisë. Premier League. Premier League. Solitor anglez duin. Edi. Shtruhet pyetja. Se shtrove pak më herët, the Dunga po thot shluhet në Brazil. 170 milion popull janë. Brazil. 7 milion futbollera të regjistruar ko. Zyrtarisht. Me idea. Do të thotë po të dilë shtin Copacabana, që është një ploshë 14 kilometra. E molle, ti do gjesh futbollera ndoshta që janë më të mirë se këta që janë reprezentacion. Qa që kanë talent. Mirë po tash, edhe atje për mu shkas kryesor janë telefona. Që nuk ka Vazhdimisht po e përmendim që që teknologjia nuk ka shumë futboll. Ne shohim shembull tash shumë mirë që morë shembull Brazilin. Po të delësh edhe këtu te ne. Gje ka qenë shtune. Sot dhe dille. Para 30 vjetë, 35 vjetë, nuk e pos shkollë ti që nuk jon kon ka 7-8 ekipe. Ku dosh me prit për me lujt. Sot del ki topin më të mirë kampionati botëror që tu e gjon, e kanë fëmijë të shtëpi, por nuk dolin me lujt. parandaj janë edhe portat me rrjeta që ne s'e kemi pas. Me rjeta hajcëj, se u dosh me marrë kontat e përdoket me kapoka. Që ato janë konë. Po tash, sot, këto kushte, këto që i ki gjitha. Gjitha bre. Edhe mos me pos një qef, një vullnet, me dol, mi hub 3-4 orë. Në regullën s'kam kur gjë kundër kësoj teknologjie. Është në regull 1 orë 2. Po jo 13 orë burë. Shumë. Teknologjia tash ka hyrë dhe në vetë lojën e futbollit. E kemi një parë. Jo, po tash po du me thonë edhe me kamerën e me referit e me varin e me këto pjesë tjera për cilëse. Këtë i ki. Po tash pse nuk dojnë, çka është kjo? Unë kom qenë vetë edhe të nëri fëmijëve Prishtinë. Vjen me telefon stërvitje. Më nëzë shpet më kryjë stërvitja për me ikë. Apet me kop telefon. Kjo është ai domi, kjo është ajo që ne duhet të punojmë shumë, të jemi shumë ofër tyne dhe të hekim bile për nga 3-4 orë në ditë larg telefonit. E keq është telefoni, teknologjia, megjithatë po e shohim si vjet sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në vitin 94, kur e kanë organizuar për herë të parë Kupën e Botës, ka pas disa ndryshime në lojën e futbollit dhe ndoshta është bërë ai kalimin nga i futbolli më i ngadalshëm nga Italia për të filluar me strategji të reja, me shenjzimin e fushës, për shembull, teknologjia po ashtu. Po e vrem edhe tash. Gjyqtare ka kamerën shumë të pastërt, do të thotë kur shikohet ndonjë eventualisht që i ndihmon shumë edhe varit, por ka edhe shumë kamera në stadiume. Po. Po gjithmonë kampionatet botërore janë momenti Nëse nuk ka bëj, mbrëm Brazil, Maroko kanë qenë 64 kamera. Se di që ka ndodhur ndonjëherë në një ndeshje futbolli. Në kampionatet e ardhshme kemi pasur edhe shumë më shumë. Sigurisht, tash avancohet teknologjia. Gjithmonë është duke shku për para. Sepse shohim edhe në lojën e futbollit, shohim shumë lojë më të shpejt. Nuk ka më asi dribleri që i ka kalu. Nashta Voglushi bën 2-3, po tash nuk po të loj. Tash është loja shumë e shpejt. Nuk ka një prekje 2. Dhe të sa më shpejt do të mu barë, do të mu transformu në zonën e natme. Sa më shpejt në ordit e golla.
Suada Buran kjo, Që po thot e soti për mua e për ty italian. Na çështë këna që vërum, po një gol kur të japim, ne fitojmë kampionatin. po me rëndësi fitore. Se kemi për mua. Suat Keqe dhe Esa dhe Jubi janë të nderuar dëgjues edhe ju që po na shikoni drejt për drejt në Facebook, sepse ka që po na shkruajnë shumë edhe janë po e shohim që janë duke na përcjellur, i falenderoj shumë. Dy njohës të futbollit të jashtëzakonshëm dhe apshe emisioni shkon shpejt. Kur e mendojmë fillimisht 30 minuta, 40 minuta, po ja që shkuan. 50 minuta. Unë le po pres që po më jap fjalën me folë edhe diçka. Patjetër. Jo dashta me lirë këtë që tha Suadi që tupi duhet me lëviz shpejt. Unë e di që kjo rojti ka të Johan Cruyffi kur folën për Holandën. Bile një fjali që e ka përmbledh ai këtë sistemin, që tani ma vonë shqyt tiki-taka dhe dikush ja adreson Guardiolës, mirë po Guardiola ka qenë nxënës i Cruyffit. Cruyffi thuhet që ka thonë sa vrapon lojtari për cilë tupi. Për shta duke për cilë. A është ashtu? Letit stupi, jo lojtari. Pas të Cruyffit ka ardhur Para Cruyffit ka qenë Rinus Mias. Rijkaard. Ja, ato Ajo shumë kujtohet, po. Ajo është themeluesi që soi lojet holandeze Total futboll që Total Football, është prej tij, tani e ka transformu, sidomos Johan Cruyff e ka transformu shumë në Barcelonë, ku edhe Barcelona në atë kohë, nashta Milano pak, 94-ën, është ajo loja 0-4, Po. mirë po Barcelona për atë kohë ka qenë me këtë lojën tika-taka me Romario, Stoichkov, Bakero, kanë qenë Vetë Guardiola. Zubizarreta. për tjerë. Po ta marrësh Holandën edhe sot e kësaj dite vazhdon ajo tradita e tyre me të njëjtën lojë. Po. Që ato ka probleme se po e shohim edhe tek Ajaxi nuk e ka atë shkëlqimin shkolla e futbollit që ka pas dikur dhe kjo ndoshta është manifestimi i kësaj që Po, këto që i tha Suadi më herët, se kjo në këtë botën është e shtrime. Këtë lidhën. Mirë po në përgjithësi edhe kështu, Suad, edhe nuk e di ja pajtojmë që futbolli pak është generalizu. Nuk muna na me full tash vetëm për futbollin holandez ose vetëm për futbollin brazilian. Na flasim për futbollin brazilian, as selektori është italian aty brenda. Ose flasim për kombëtarën e anglisë, trajneri është gjerman. Do të thonë edhe kombëtarët vet kanë lojtarë nga me priorite ndryshme, po. E tani këtu del edhe ai ndoshta s'ka nevojë me sill tash në këtë panel diskutimi, po ajo tema që po thuhet ta më thon kombëtara përfaqësuese. Unë kam një farë përgjigje për këtë pyetje, po nuk e di sa pajtohen, prapë s'pajtohen krejt, po di sa më pajtohen. Po. Po, për shembull, Gjermania vitet 70 për mua ka qenë kombëtare. Pse? Se ka luajt Bierhoff, Netzer, Rubesh, Rummenigge, domethënë mirë po sot kur e këshyr ti kombëtarën e Gjermanisë, ose dje ka luajt Özil, Gündogan, Berisha, sot luni Pavlovic, po Shkodran Mustafi, po dhe. Kampion Edhe po du me thonë, kur ka nacionalitete brenda, ti s'ki qërë, po e thonë përfaqësuese. Në një flamur, në Po, sistem. po ata e përfaqësojnë tani Gjermani. Sigurisht. Ku me Po, dushme. qështu është një farë dallimi që ndoshta mundet më bo. Recep Mejdani ka shkruar një libër për ata të cilët dëshirojnë ta studiojnë, kanë Po. mundësinë e mirë që flet për kombet edhe etnit. E lexojnë. Po, jo, në aspektin sportiv mendova, dhe në aspektin sportiv i bie qashtu, se ti thua apo më kupton? Që se i morim para që me thonë, 70-ën kënë ke posti për Afrike që të korë. I ke mujtë 7-0, 9-0. Po, Shembull, ajo Jugoslavia i shteti ish, Zaire. e ka mujtë Zairin 12-0 por. Jo më duket 9-0. 9-1. 9-1. Sët, hajde të këshyrim cila për mund në shtetë të Afrikës. Korea e Jugut e demonstroi një futboll të jashtëzakonshëm kundër Çekisë. Prandaj që kjo Ka janë lëvizje të shpejta Unë pasive të mendoj saktë. se edhe sonte Holanda do ta ketë shumë vështirë me Japoninë. po, pajto. Mos harrojmë se Po Japonia që generalizimi i futbollit, thash, edhe me lojtarë edhe me trajner. Japonia më shumë të ka ndruar trajnera shumë të huaj. Po, pra. Një pe holandez është Gus Hiddink. Po, që ka qenë trajneri Që ka Fadi dhe- Vukrit Po. në Fenerbahçe. Fenerbahçe. Po. E tash këto janë strategji. Sidomos këtyre strategave, tash që kemi edhe i dyti dik advokat. Me një mush
po, këtë shtym. Shumë 7-8 vjeçor. Mirë po, kanë besim dhe i besojnë atij njeriu dhe vazhdon punën. Mirë po kjo, sa lexova, për me dhonë edhe pak optimizëm ndeshjes Gjermanisë Curaçao, niveli i futbollit që ka Curaçao e krahasojnë me ligën e dytë gjermane. Japonia pas ka trajnerin japonez. Moriya. Kësaj radhe do të thotë është me trajner Atë po përputhet. Okej. Po është. Këto që këtu të ndeshja me Gjermaninë që ka sot, thash shumë që po besoj shumë që ka me fitu Gjermania dhe ato bindshëm, ndërsa niveli i kombëtarës Curaçao krahasohej me një skuadër të ligës 2 gjermane. Kështu që nëse Gjermania dështon, është tani më kritikat atje nuk din më nal. Edhe pse që thash pritjet nuk janë që Gjermania shkon më shumë se çerek finale. Nëse arrin gjysmë finale konsiderohen një sukses. Nëse shkon finale, e rikthim. Ka e shën finale, sepse këtë pyetje ja kam bërë gjithë panelistëve, do t'ja bëj edhe atyre që do të vinë. Po, Sepse do të kemi plot 35 emisione deri në fund të këtij cikli emisione speciale për botror. Ka e shën në finale. tash me thonë kënë shon finale sot, i bjen duhet me fol pak me parashikime që si në letër, se si kemi patur na lut. Edhe pa nga dëshira. Po. Unë favorit e shoh Spanjën edhe Francën. Tash ajo bie që ato më taku më herët ose me shkutin finale, nuk e di. Mirë po, unë kam përshtypjen që Brazili dhe Maroku kanë më taku dhe një herë. A më ndodh se dyat me shku pikë grupit, për shkak se Marokun e konsideroj si favorit të msheft. Maroku edhe në kampionatën e kaluar me dhani sinjal. Kanë një ngritje të madhe finale. Po e dhani sinjal në gjysmën finale. Edhe kjo paraqitja kundër Brazilit kjo mbreslënse. Kështu që Dhe ishin skuadra që e ka dominu. po pra, unë e pash ato shumë ma pozitivisht se sa Brazilin. Dhe me thonë, Brazili e mor një pikë, jo Maroko në këtë rast. Edhe Kupën e Afrikës e nxunin vendin e dytë. Finale u PP-sën e Po gollit. pra, këto janë sinjale Edhe që pse pat rostin mu bo me penaltinë e Diozit. Ju ka kthy titullin. edhe ata bashkë kanë kisha pas qaf me pas në manal për shkak se gjithmonë këto kombëtarët janë më të vogla që nuk janë favorit më herët, është mirë me shku që me tregu që edhe të na luhet futbolli, për shembull Maroku në këtë rast. Keqi, Unë, se përket prognozës, mendoj kështu. saqë se Italia nuk është. Jo, Italia, se kena që 12 vjetë, kena haru kur i nakon. Po, kështu, mendoj se do tjetë Argentina-Spanja. Finale. Ashtu e kam mendimin. Edhe pse Francën e shoh shumë më të fortë, sidomos fazën e sulmit është me një ofanziv maramense. Po nuk duhet qitë poshtë edhe Portugali. Mirë po me sa e di, sa kom njëri, në të 16 e finales takon Argentina dhe Portugalia. Aha, Mundën më taku. Po. ekziston një mundësi. Në më thonë, minë janë në fazën tjetër, fazën e eliminimit direkt. Tani ka rëndësi edhe a shkon e dyta e treta se e para në grup. E kalojnë grupën edhe një gjiro tani. Se tash, Jo tjetër e finale. po, Se është rrit Mesën numri. e 16 se tash ekipe. në 4-8. Po se janë 32 ekipet të cilat shkojnë në fazën e dytë. Nashta me fol pak edhe për pjesëmarrjen e Ronaldos, Modricit e I Messi kemi këtë. edhe 2 minuta e gjysë. Okej, për Ronaldon për shembull, për Ronaldon unë e di që kjo pjesëmarrje atina ju ka mundsuar vetëm për shkak të kultit personalitetit që e ka krijuar ai dhe që i mungon që. Domethënë është pjesëmarrje personalisht për te, kështu se nuk e di ai ndihmon shumë Portugalisa ajo. Bile shpesh herë paraqitet si problem prezenca e tij në ekip. Përshtypja personale është që ai mundet me peni situatë standarde, një ngjytje të lirë ose mirë po, e di që pjesëmarrja atina ju ka mundsuar vetëm për me përmbush veten, ai me kupën e botës. Edhe me këshyr me pas një fair play sportiv, nashta çdo me fitu edhe ai. Për shkak se Messi e ka fitu. Se di, so dispopajtuhet, mirë po them. Unë e tutna që kanë me qu shumë altë. Po, Se tash, konsiderohet. Portugalia i ka Po, edhe është favorit, po. dy me sfushori ka Po. jashtë normale. 21 asiste. 21 asiste kishte pastaj në ligën angleze Fernandes. Vitinha, Edhe Vitinez vazhdimi. Mendes janë Nuno Mendes, po. dy lojtar spektakular.
Nuk ka gabu Luis Enrique që ka ikë edhe Mbappén, edhe Neymarin, edhe Messin, me këta dy voglusha, Po, ne që 2 vjet rresht është kampion Evropë. Sidomos Interin vitin e kalum e ka demolu. Mirë po si vjet, sidomos me Bayernin, që se ju kujtohet portieri për 70 minuta gjunë veç tek kvarta shkelja. Me Arsenalin pjesë dytë ka fillu. Edhe ka funksionuar. Edhe gjithmonë ka funksionuar. Edhe ka ndoshta një prej portierave që nuk ja vlen me kon paresaj. Rusi. Po që? Foti ti, jo Donnarumma. Rrugamor, City. Kampioni i Evropës. Po. Të nderuar, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit. Sa dhe Juve, faleminderit shumë, sepse po e shoh që pak janë këtu një orë me diskutu me Juve, duke ditë që keni një bagazh të jashtëzakonshëm dhe sigurisht që nuk do të jetemi kaq sepse do të kemi edhe cikël tjerësh emisione që do të debatojmë, analizojmë kampionatin botror. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit të më ndodhë ty edhe formë të mirë se keni kampionat gjatë edhe për ju vështu edhe një javë kampionati. Mirë po jeni të përgatitur edhe kënaqësi që të mund me orë këtu në studion e radios. Faleminderit shumë, sua keqe dhe sa dhe Juve të respektuar dëgjues. Ne këtu po e përmbyllim këtë emision për ditën e diel. Sigurisht që nesër edhe në vazhdim do të jeni me emisionet e tjera. Nesër do t'ju shoqëroj kolegu Fatos Preniqi me në të njëjtën kohë dhe natyrisht me panelistë të tjerë. Edhe një herë duhet të falenderoj Vlera Sport për këtë koreografi të bukur që kemi këtu në studio dhe në emër të ekipit realizues të emisionit të sotëm. Ju falenderojmë për momentin, vazhdoni të qëndroni me programin tonë. World Cup në RTK Radio.